Dielli i vendit tim është më i bukur se kudo, edhe rësira e tij madhështore është ajo. I ftohët i atsart shkakton mall e nostalgji për diell, kurse zhegu për të rinë pasionin për të ftohtë i ndimër. Përjetimi i Ramazanit dashurinë për Zotin e gjithësisë shton. Largimi i tij për mallimin për çdo ditë të kaluar në ibadet forcon. Miku ton të mrekullueshëm, po i vjen dita të largohet e ne nuk e dim a do të takojmë përsëri. A ka mundur ai të lërë gjurmë në jetën tonë? A kemi mundur të marrim karikimin e duhur për të qenë të lumtur në vazhdimsi? Do ta vërim këtë nëse shpirti ynë do të lartësohet, mendja do të rrezatojë sukseset dhe rritjet e saj. Do të kemi përmirësuar marrëdhënien me dështimin. Do të jemi me besim të shtuar tek vetja, si do të jetë e përmirësuar komunikimi ynë me të tjerët. Gjua që flasim është tregues i lumturisë, madje gjua që flasim prodhon lumturinë ose të kundërt në saj. Gjatë agjërimit kemi pasur mundësinë të edukojmë veten tonë. Gjua jonë ka folur me kujdes, ka bërë më shumë dhikër. Syri është ruajtur nga harami. Kemi lexuar Kur'an sa kemi mundur. Për veshin jemi kujdesur të dëgjojmë sa më shumë ligjërata e Kur'an. Zemra jonë ka qenë e qetë në lutje drejtuar të gjithëmëshirshmit. Jemi furnizuar me energji për më shumë besim në të ardhmen. Nëpërmjet agjërimit kemi forcuar vullnetin, duke na ulësuar udha drejt suksesit. E parë si shkollë edukimi agjërimin, kemi hequr dorë nga madhështia dhe mendjemësia jonë. Jemi treguar më modest dhe kemi qëndruar të dëgjojmë zërin e vetes, nevojat e saj, duke injoruar domosdoshmëritë dhe kërkesat e tepërta. I kemi pasur sy drejtuar qiellit, për të marrë forca për të u kthyer aktualitetit, më të kujdesshëm në marrjen e pozicionit ton, pa injoruar, poshtruar dhe shkelur mbi dinjitetin e ndokujt. Jemi në momentin ku duhet të thellohemi e të falënderojmë pafundësisht të plotfuqishmin Allah për miliona begati që na ka dhuruar, për triliona qeliza që punojnë me zell në trupin ton, pra atë që na ruajti nga i virus sa grimca, por i rrezikshëm sa rrezoi me mira frym. Nuk kemi pse shqetësohemi për largimin e Ramazanit, sepse ai Allahu xhelle xhelaluhu që na ka urdhëruar me agjërim është pa aty, për të na dëgjuar, mbështetur, mbrojtur e për të na dashur. Sigurisht ka caktuar adhurime gjatë gjithë vitit për të ruajtur e pastruar nga gjunahet, për të orientuar drejt vetes. Është ai Zot, të cilin e adhurojmë pa pasur nevojë për ndërmjetës, ai i cilit i dorëzojmë zemrën tonë për të mbajtur në udhëzim në rrugën e drejtë. Është ai i pari të cilit pranojmë mangësitë dhe të metat tona, pranojmë gabimet, euforinë, ignorancën, të mirën apo të keqen. Të shtretët miqtë e mi, vazhdojeni jetën me përkushtim dhe devotshmëri ndaj Krijuesit. Programoje veten të marrësh abdes, të falësh namaz për hatër të Zotit, të vazhdosh agjërimin në ditët e veçanta në mënyrë që të mbash shpirtin të pastruar nga gabimet që mund të bësh. Të gjitha këto të kujtojmë vlerat më të bukura dhe më madhështore në univers, e që në fund të fundit nuk të marrin ndonjë kohë madhe. Duhet të jemi koshient që globi rrotullohet rreth diellit e jo rreth nesh. Na lipset të jemi sa më pranë Zotit në ibadete dhe të bëjmë sa më shumë lutje. Këto janë vërtet burime frymëzimi. Të qëndrojmë sa më të fortë në besim për të qenë të motivuar. Allahu pranoftë agjërimin, duat dhe çdo vepër të mirë të bërë gjatë këtij muaji të begat.